Nuk ka ko njeri gjatë jetës për marrë, me mja kushtu 10 vjetë, 15 vjetë jem shpifa jem, thaj, po lejo vazhdo jetën e hajt. Sa dhe fletin sa një fjallë, burë e gruja, dikur i kalën e harrën e hajt. I mesmi të kalën sen, të kanë shpifa, të kanë njekë copë. Po da të kanë njekë copë, se ne kena, në shqiptarë të kena, me bëmë në thotë dhe kështu të zi, mo, kuku, s'ka kush nga pajton, po ka dalë brët, nuk ka bo bërnami, ka dalë. Po në pas që thonë zi, anë dhe që të kuqiki, që për ki qef? Të kanë shpif, të kanë pa, të kanë akuzu. Veç për të vetë vetën të ande, ose nalë me ndo, a jemën e qashtu ju, o zëtë, alhamdulillah. Se a ka mujtë me qenë e kondër ta, ti me qenë qashtu, për tjertë me të mëndu që je mirë, me mëndu që je mirë. Ti një me qenë jo e mirë, në e farë veprimi ku ta dione, për shambull, shpifin se ke vjedh, se ke mashtru, se ke bo magji, për shambull, apo? Që rasin do dhe në për familje. Dikush po e thët, filan konata se gure midis më ka bo magji mu. E që është shpifja randë, kjo është akuzë randë. Por a ka mundësit kundërtën. Runa zëtë, ti me qenë me bo keq, për tjertë me thonë, s'ka kësë gruje. Ka mundësi. Qatë kërën puna ja? Qatë kërën puna ja që ta më lënë zotit e njerë, qatë kërën puna ja shkret, kërse ta mushë zotit vorën zjarën, bre. Po kush janë njerëzit, bre? Qatë kërën punë, ty me ta më luë zotit para njerëzve, në shala në mlënë të natë këqijat, po në shala si bëjnë a heq, dhe në shala pëndohëm, e falë, e na falë, e zdesëm e to. Sa nësë përdojnë Allah më në e qitë, por këtë fjallët e krahëzimi. Ta është këtu për më thënë mu që i rëndës, ose ty, ose asajna, ose këtë të diune, pa kanë. Thë jo, zatë, alhamdulillah, që se kam qatë behane. E dyta, alhamdulillah, që unë nuk e akuzu dikend, për mund kanë akuzu. Sepse ty shtë kanë akuzu, të rëndojnë psikisht, për nga ana se vapeve të ngritësh të Zotës pastrohesh. Me pas qenë të kundërtën, të veç i shëranu të Allah Azza wa Jall. Dhe ka lokta, mëse mërë, nuk ka ko njeri gjatë jetës dhe të marrë, me mja kushtu 10 vjetë, 15 vjetë jem shpifa jem, thaj, po lejo vazhdo jetën e hajt. Sa dhe fletin sa një fjallë, burë e gruja, dikur i kalën e harrën e hajt. I mesmi të kalën sen, sepse sot populli koha i shëran plakt. Ta ka kriju një plakt të konatët këtë rast, ose këta dione, për para konet i kanë rrej konatat bre. Pasha Allah i kanë rrej qëku që kanë rrej për flak e kanë kapë. Psa nuk i lëndua të nana tona shpirtnishta, për pas që në lëndu fizikisht që ka dhimt. As i lëndua, po të njerëzin kamare. Mirë, po e kam përballu, dhe qysh ne kanë menagju, një javë, një muj, 6 muj, më 2 vjetë, dhe kur të e mas 20 vjetë, 10 vjetë, 5 vjetë, i ka furë konatit, do shta smyët vetë se ka kalëzun. Jo, mës të shti bele me migjen, se kanë migjë, budallëke, këj 30 ka gjithë, këj tyben ka pas me në kërë, këj me pas me nuk e rej konatën, po thmija kanë migjë. Dhe dikur e të regën plakat, e kur plakat të regën veç formë ngjarje je, por nuk e ndjen dhimbjen. Sepse kohaj, kam jukuj, ka shëru plakt. Kësa e thënë gruj meqme. Kjo është gruj meqme. Nërsa e kondër të asaj është kur i kallë dynjan, pse më thamë për mu i kisi të zi, më ka thana i se fali ku ishe mon. Arre mërë qatë se. Se ti e one njerëz jena na. Na jena njerëz. Ta po do këtë vetja që jena na letërët bardhë që shto s'kem mas një njolla. Njerëz jena na. Bo a kje këta ta kanë thonë për një të keqen, ashtë ta në 50 të kena që s'ne i din këta bre. Andaj më në me në gjusen, më thënë, Allah i drejtoft, u zoft, rëndum kanë, bërë se a kumë pas, po zotë i falë t'i drejtoft, që ka me ba?